Pranoi këto fjalë si një përshpëritje të lehtë që të vjen pikërisht në momentin e duhur. Nuk je këtu rastësisht, por për shkak të një lidhjeje të thellë të brendshme dhe sinkroniciteti. Ajo që duhet të kuptosh sot është e thjeshtë, por njëkohësisht e thellë. Ky burr ndjen dashuri për ty, por bota e tij e brendshme është ende e lidhur me një grua tjetër. Para se konfuzioni ose lodhja e shpirtit të rrënjosen në ty, mençuria jote e brendshme dëshiron që ta shohësh këtë situatë me sytë plotësisht hapur. Para se të vazhdosh leximin, ndalo për një moment. Merr frymë thellë dhe shpallë si një akt të vetëdijshëm integrimi psikik me fjalët e tua. Unë i besoj vetes sime të brendshme, ose unë nderoj procesin tim të individuimit. Kjo nuk është një frazë boshe, është një çelës psikologjik. Vetëdija aktivizohet kur emërtohet, shprehet dhe mishërohet. Duke e bërë këtë, ti e hap psikikën tënde ndaj udhëheqjes së vetvetes dhe i lejon së vërtetës të gjejë hapësirë brenda teje. Lidhja autentike dhe projekcioni. Po, ky burr ndjen diçka të vërtetë për ty. Kur ai është pranë teje, diçka në psikikën e tij qetësohet. Prania jote i jep një ndjenjë strehimi, qetësie, një shtëpie arketipale. Edhe kur nuk je afër, energjia jote i kthehet vazhdimisht në mendje. Ti nuk zë një vend sipërfaqësor në jetën e tij të vetëdijshme, por zë një hapësirë të rëndësishme në botën e tij të brendshme. Por ka një grua tjetër në historinë e tij, dhe ky mesazh nuk vjen për të lënduar, por për të fuqizuar. Ai vjen për të mprehur perceptimin tënd dhe për të mbrojtur integritetin tënd psikik. Jo çdo lidhje që duket si dashuri është e destinuar të bëhet një lidhje autentike. Disa vijnë si prova psikologjike, të tjera si shpërqendrime që evonojnë procesin tënd të individuimit. Siç shkroi Carl Jung, takimi i dy personaliteteve është si kontakti i dy substancave kimike. Nëse ka ndonjë reagim, të dyja transformohen. Por kur ti e vendos veten tënde të brendshme mbi dëshirat, frikërat dhe emocionet e egos, e vërteta gjithmonë zbulohet. Qartësia vjen kur zgjedh vetëdijen para urgjencës së ngjitjes. Shpallë edhe këtë si akt të brendshëm integrimi. Unë e zgjedh procesin tim të individuimit të parin. Ky vendim e mbron zemrën tënde nga premtimet bosh dhe lidhjet e paqarta, të cilat projekcioni i hijes së paintegruar i krijon. Besnikëria e ndarë, një sinjal i të pandërgjegjshmes. Ka një të vërtetë psikologjike që nuk duhet ta injorosh. Dashuria mund të ekzistojë, por kur besnikëria është e ndarë, shfaqet një sinjal që kërkon vëmendje të vetëdijshme. Dashuria që lind nga tërësia psikike nuk të detyron të konkurosh, nuk të bën të dyshosh në vlerën tënde dhe as nuk të lë të presësh për thërrime emocionale. Angazhimin e vërtet e njeh nga veprat, jo nga fjalët e bukura. Ndoshta kjo grua tjetër përfaqëson një histori të kaluar, një përgjegjësi, një lidhje që ende nuk është integruar psikologjikisht, por mos e ngatëro përgjegjësinë me fatin psikik. Ajo që është detyrim rëndon, ajo që është autentike rrjedh me paqe të brendshme. Kur diçka është vërtet në përputhje me individuimin tënd, rruga sqarohet, nuk ngatërohet. Kur një lidhje vjen nga vetja e integruar, asgjë nuk ka nevojë të detyrohet. Nuk ka të tretë që ndërhyjnë, nuk ka hije të projektuara, nuk ka paqartësi. Ajo që është autentike konfirmohet me fakte të qarta dhe vendime të forta nga vetëdia e plotë. Prandaj vëzhgo me kujdes. A të përfshin ky burr qartë në vizionin e tij të së ardhmes? A e mbron ai hapësirën tënde emocionale apo të mban në një pritje të heshtur, ndërsa zemra e tij mbetet e ndarë? Kujto këtë të vërtetë thelbësore. Tërësia psikike nuk manifestohet përmes konfuzionit, por përmes paqes së brendshme. Nëse brendësia jote është e shqetësuar, nëse dyshimet janë të vazhdueshme dhe qartësia nuk vjen kurrë, ndoshta nuk po përballesh me një lidhje autentike, por me një mësim psikologjik. Ti nuk je e thirrur të pranosh gjysmë dashuri apo të kënaqesh me gjysmën e pranisë. Lidhja që është e destinuar për ty do të jetë e plotë, e fortë dhe koherente me procesin tënd të individuimit. Njohja e lidhjes autentike. Kur burri i duhur vjen me të vërtetë në jetën tënde, nuk do të duhet të pyesësh nëse je mjaftueshëm,
as nëse dikush tjetër zë një vend që të takon ty. Ti do ta dish, sepse psikika jote do të pushoj. Do ta njohësh vendin tënd të vërtet pa hezitim, sepse një paqe e thellë që vjen nga vetja e integruar do të ruajë zemrën tënde. Pohoje me siguri, unë nuk do të pranoj asgjë që nuk është më e mira që vetja ime e brendshme ka për mua. Ky pohim nderon vlerën tënde në nivel psikik. Kujto edhe këtë, tundimi ekziston në çdo zemër. Prania e një personi tjetër nuk do të thotë gjithmonë tradhti e vetëdijshme. Ndonjëherë është një provë psikologjike, një provë për të që të vendos nëse zgjedh të vërtetën, koherencën dhe integritetin, dhe një provë për ty që të verifikosh nëse i beson mençurisë së të pandërgjegjshmes, në vend që të kapesh pas asaj që dëshiron thjesht me vullnetin e egos. Kur diçka është psikologjikisht e drejtë, hapat harmonizohen dhe lëvizin drejt qartësisë, jo ngatërimin. Pyete veten me sinqeritet, a të afron kjo lidhje më shumë me tërsinë tënde psikike apo të fundos në frikë, mbi analizë dhe pritje emocionale? Dashuria që lind nga vetja e integruar pasqyron karakterin e tërësisë. Ajo forcon vetëdijen, sjell qetësi, e mban shpirtin. Dashuria e vërtet ndërton, nuk të rënon. Jung na kujton, vizioni juaj do të bëhet i qartë vetëm kur të mund të shikoni në zemrën tuaj. Kush sheh jashtë, ëndërron. Kush sheh brenda, zgjohet. Vulos këtë të vërtet psikologjike. Nuk ke nevojë të ndjekësh askënd, të lutesh për definicione, apo të konkurrosh për një vend. Kur diçka është psikikisht për ty, sinkroniciteti e bën të qartë dhe veprat i konfirmojnë fjalët. Ti besosh plotësisht vetes tënde të brendshme, kur nuk të çon në konfuzion, por në të vërtetë dhe paqe. Emocionet mund të jenë intensive, por jo gjithmonë busulla të besueshme kur vijnë nga egoja e paintegruar. Ndonjëherë mendja ngul këmbë, prit edhe pak. Ndërkohë, zëri i butë i vetvetes pëshpërit, prit dikë që nuk të lë të presësh. Bëj një pauzë, merr frymë, kujto kush je në thelbin tënd psikik. Ti nuk je një opsion pezull. Ti je një qenie e plot, e parë dhe e nderuar nga e pandërgjegjshmja jote. Nuk je krijuar për të jetuar në pasiguri të projektuar. Nëse ky burr është i duhuri për procesin tënd të individuimit, nuk do të ketë ndërhyrje të vazhdueshme. Dhe nëse nuk është, e vërteta zbulohet herët për të mbrojtur, jo për të lënduar. Hyr në dialog të brendshëm me psikikën tënde. Kërko aftësinë për të dalluar midis një lidhje autentike dhe një projekcioni. Kërko vizion psikologjik në vend të verbërisë emocionale. Ajo që vjen nga vetja e integruar sjell paqe, edhe kur sfidon komoditetin tënd. Kriteret e dallimit psikologjik. Së pari, fryti, jo vetëm fjala. Fjalët mund të jenë të bukura. Veprat zbulojnë karakterin e integruar. Vëzhgo koherencën, respektin dhe nderin. Së dyti, qartësi ose konfuzion. Dashuria e vërtet sjell siguri emocionale dhe paqe të brendshme. Ajo nuk të lë të hamendësosh apo të krahasohesh. Siç vuri në dukje Jung, njerëzit do të bëjnë gjithçka, sado absurde, për të shmangur përballjen me shpirtin e tyre. Së treti, sakrificë e vërtet nga vetëdia. Dashuria e përputhur nuk negocion të shenjtën, as nuk të kërkon të përshtatesh. Ajo është e gatshme të lërë mënjan shpërqendrimet për integrimin psikik. Së katërti, vizion i përbashkët. Ai flet për të ardhmen me qëllim dhe drejtim të qartë. Nuk fshihet pas paqartësive të projektuara nga hija. Së pesti, përafrimi me individuimin tënd. Ajo të afron me punën tënde të brendshme, thirrjen dhe integritetin tënd psikik. Nuk të largon nga thelbësorja në procesin tënd. Së gjashti, guximi për të zgjedhur nga vetvetja. Ai nuk të fsheh, as nuk të lë si alternativë. Ai zgjedh qartë dhe pa frikë nga tërësia e tij psikike. Së shtati, qëndrueshmëria me kalimin e kohës. Ajo nuk është e ndërprerë apo volatile. Stabiliteti emocional është parakusht, jo privilegj, për një lidhje autentike. Nëse ti je personi i përcaktuar psikologjikisht, nuk do të duhet të lutesh për definicione apo të luftosh për besnikëri.
Paqja e brendshme, sakrifica e vetëdijshme, vendimi i integruar dhe qëndrueshmëria do të flasin vetë. Dhe nëse besnikëria mbetet e ndarë, mos u kap pas saj. Të kapurit pas së gabuarës mund të vonoj atë që është me të vërtetë e jotja nga procesi yt i individuimit. Shpalle me forcë të brendshme, unë do të pres më të mirën e vetes si me të brendshme, jo vaktësinë e egos së fragmentuar. Kur psikika tërheq të pa-autentiken, një nga shprehjet më të mëdha të mençurisë së të pandërgjegjshmes është mënyra se si ajo largon imitimet para se ato të mund të shkatërrojnë qëllimin tënd të individuimit. Shpesh ajo që duket si refuzim është në të vërtetë mbrojtje më e thellë psikike. Ajo që duket si humbje është në thelb një mekanizëm vetëruajtjeje që të mbron nga vite konfuzioni, lodhjeje dhe trishtimi të heshtur. Kuptoje thellë, nëse ky burr është me të vërtetë për ty nga pikpamja arketipale, nuk do të duhet të luftosh për lidhjen. Psikika jote e thellë do të mbrojë atë që ka njohur si autentike. Dhe nëse ai nuk është, vetja jote e brendshme nuk do të lejoj të mbetesh e ngecur në një dinamik që të vjedh ngadalë paqen dhe gëzimin. Dashuria që nuk vjen nga vetja e integruar të rënon. Dashuria e përputhur me tërsinë tënde të jep jetë, siguri dhe bollë. Shpalle me bindje, unë zgjedh një dashuri që më jep jetë psikike. Si vepron e pandërgjegjshmja në mbrojtje. Ndonjëherë ajo e zbulon të vërtetën. Mos përputhjet, heshtjet, besnikërit e dy fishta ose modelet që nuk mbështesin një lidhje autentike dalin në drigë. Kur diçka bëhet e dukshme për vetëdijen, kjo nuk ndodh për të turpëruar, por për të çliruar. Drita e vetëdijes nuk ndëshkon, ajo e mbron procesin tënd të individuimit. Herë të tjera ajo mbyll dyrë në mënyrë sinkronistike. Komunikimi ftohet, rrethanat ndryshojnë, distanca shfaqet. Mund të dhem fillimisht, por një derë e mbyllur nuk është refuzim, është kujdes psikik. Pohoje si një mburojë të brendshme, unë besoj se dyert e mbyllura më mbrojnë. Ekziston edhe një mbrojtje më e hollë, shqetësimi i mendjes. Gjithçka mund të duket mirë në nivelin e vetëdijshëm nga jashtë, por brenda diçka nuk përputhet me psikikën tënde të thellë. Kjo mungesë e paqes së brendshme është një sinjal i vetvetes. Aty ku nuk ka paqe, nuk ka lidhje autentike. Paqja është vula e tërësisë psikike. Ndonjëherë ajo të mbron përmes kohës sinkronistike. Mund të ketë afeksion, por jo pjekuri psikologjike ose vendim të integruar. E pandërgjegjshmja pret derisa dikush të rritet, ose të çon të dikush që tashmë është në procesin e tij të individuimit. Të presësh nuk do të thotë të jesh e refuzuar. Të presësh do të thotë të përgatitesh psikologjikisht. Shpalle, unë do të pres atë që me të vërtet më përket nga tërësia ime. Ruaje këtë siguri, kur psikika jote e thellë e largon dikë nga jeta jote, ajo gjithmonë përgatit diçka më të mirë që përputhet me individuimin tënd. Imitimi mund të tërheqë egon në fillim, por ai kur nuk përputhet me dizajnin e vetvetes. E pandërgjegjshmja jote e njeh atë që do të ecë me ty me nder, reflektim të brendshëm dhe qëllim të përbashkët. E ardhmja jote nuk është e fshehur në një lidhje konfuzuese, ajo është e siguruar në një lidhje të përputhur me procesin tënd të individuimit. Dashuria që të takon nuk do të bëjë të konkurrosh, as të dyshosh në vlerën tënde. Ajo do të zgjedhë me qartësi, do të nderojë me vetëdije dhe do të qëndrojë me besnikëri psikike. Nëse sot ekziston një prani e tretë, mos hyr në luftë apo ndjekje nga egoja. Hyr në reflektim të brendshëm, kërko nga vetja jote e brendshme të vërtetën, kërko pastrimin e rrugës psikike, kërko vizion pa frikë të projektuar. Ajo që vjen nga tërësia nuk kërkon kurrë që të humbasësh paqen për ta ruajtur. Pohoje me vendosmëri, nuk do të luftoj për një imitim. Do të pres lidhjen time autentike. Çfarë të bësh kur percepton se ai është i ndarë? Hapi i parë, sille në reflektim të brendshëm para se të shkosh në bisedë. Dialogu i brendshëm rregullon përgjigjen dhe shmang reagimet nga frika e egos. Pohoje, unë do të reflektoj para se të flas. Hapi i dytë, kërko aftësinë për të dalluar, jo vetëm dëshirën. Dëshira e egos kapet.
Aftësia e dallimit nga vetvetja pyet nëse është në përputhje me individuimin tënd. Hapi i tretë, vendos kufi të qartë nga tërësia jote. Ti nuk konkuron për një vend. Kufit nuk ndëshkojnë, ata sqarojnë. Shpallë, unë meritoj qartësi, jo konfuzion. Hapi i katërt, vëzhgo çfarë ndodh kur ti tërhiqesh. Dashuria e vërtet nga vetvetja afrohet dhe vepron. Imitimi nga egoja shpërndahet. Jung na kujton, njihet të gjitha teoritë, zotëro të gjitha teknikat, por kur prek një shpirt njerëzor, thjesht i një shpirt tjetër njerëzor. Hapi i pestë, mëso të lëshosh kur vetja jote e brendshme thot jo. Të lëshosh do të thotë ti besosh më shumë vetvetes se sa emocioneve të egos. Shpallë, unë lëshoj atë që nga tërësia ime nuk është e imja. Hapi i gjashtë, prit me mençuri, jo me frikë. Koha në të pandërgjegjshme shëron, forcon dhe përgatit psikikën tënde. Hapi i shtatë, kujto vlerën tënde arketipale. Ti nuk je alternativ apo plan rezervë. Ti je një qenie e plot, e destinuar për lidhje autentike, jo për konkurrencë të projektuar. Shpallë me forcë të brendshme. Unë jam një qenie e plot, jo një opsion. Hapi i tetë, mëso të lëshosh kontrollin e egos. Ti nuk mund të detyrosh askënd të dojë me tërësi, as të manipulosh një zgjedhje që nuk lind nga vetvetja. Dashuria autentike nuk shtyhet dhe nuk negociohet nga egoja, ajo jepet lirshëm nga vetdia e integruar. Kur heq dorë nga kontrolli, i lejon psikikës tënde të thellë të veprojë në mënyra që të i kalojnë kuptimin tënd të vetëdijshëm. Jung na mëson, derisa ta bësh të pandërgjegjshmen të vetëdijshme, ajo do të drejtojë jetën tënde dhe ti do ta quash fat. Mos jeto e burgosur në frikën e egos. Dorëzo gjithçka te vetja jote e brendshme përmes reflektimit të thellë dhe lejo paqen e tërësisë të ruajë mendjen dhe zemrën tënde. Lejo që kjo paqe të përqafojë tani. Nëse ai është me të vërtet për ty nga procesi i individuimit, do të kthehet me definicion dhe koherencë psikologjike. Nëse nuk është, psikika jote e thellë do të sjellë dikë që të zgjedh pa hezitim nga tërësia e tij. Ushtrimi i integrimit të brendshëm. Merr një moment për të hyrë në dialog me psikikën tënde të thellë. Mbylli sytë dhe vizualizo vetveten tënde të brendshme si një prani të urtë dhe të dashur brenda teje. Përfytyro që ajo të flet me këto fjalë. Unë e forcoj zemrën tënde kur përballesh me dashuri të ndarë. Unë të jap guxim të shkëputesh nga e gabuara dhe durim të presësh për autentiken. Unë shëroj çdo plagë të refuzimit dhe e shndërroj atë në një siguri të thellë të vlerës tënde arketipale. Unë të mbroj nga manipulimi dhe nga mungesa e dashurisë që projektohet nga hijet e paintegruara. Nëse ky burr është i duhuri për ty nga individuimi yt, do të ketë besnikëri, transparencë dhe përputhje psikologjike. Nëse nuk është, unë do ta tërheq praninë e tij me forcë dhe kujdes dhe do të hap rrugën sinkronistike drejt dikujt që është njohur nga tërësia jote. Unë përgatis të dy zemrat për një dashuri të vetëdijshme, besnike dhe të qëndrueshme, e cila do të jetë dëshmi e integrimit psikik dhe bekim për gjeneratat e ardhshme. Mbulos këtë reflektim me një frymëmarrje të thellë dhe një pohim nga vetja jote e brendshme. Të njohësh dashurinë autentike. Si të dallosh një dashuri të lidhjes autentike nga një marrëdhënie që psikika jote të kërkon ta lëshosh? Përgjigjja qëndron në vëzhgimin e modeleve të thella psikologjike, jo vetëm emocioneve sipërfaqësore. Së pari, vëzhgo frytet, jo vetëm fjalët. Jung na kujton se ti do ta njohësh pemën nga frytet e saj. Dikush mund të thotë se të do, por a tregojnë veprimet e tij koherencë, respekt dhe përkushtim ndaj mirëqenies tënde psikologjike? Nëse fjalët e tij premtojnë, por veprimet tregojnë hezitim, besnikëri të ndarë ose sekrete, ndalo dhe vlerëso me aftësinë e dallimit të vetvetes. Shpallë tani, unë do të vëzhgoj frytet, jo fjalët. Së dyti, vëzhgo paqen e brendshme që lidhja gjeneron. Dashuria e vërtet sjell gjithmonë qetësi dhe siguri emocionale nga vetvetja. Ajo nuk të bën të dyshosh në vlerën tënde dhe as të krahasohesh me dikë tjetër. Tërësia psikike nuk është burim konfuzioni, por i paqes.
Nëse marrëdhënia krijon shqetësim të vazhdueshëm në psikikën tënde të thellë, ajo nuk buron nga individuimi yt autentik. Së treti, një sakrificën e vetëdijshme. Dashuria e lidhjes autentike nuk është egoiste. Ajo nuk të kërkon të pranosh më pak se sa meriton tërësia jote, as të ndash atë që duhet të jetë ekskluzive. Jung na mëson se dashuria e vërtet është përkushtim nga vetëdia e integruar. Nëse ai është partneri yt në proces, ai do të jetë i gatshëm të kapërcejë shpërqendrimet dhe pengesat, sepse të duash në mënyrë autentike do të thotë gjithmonë përkushtim dhe guxim psikologjik. Shpallë, unë meritoj një dashuri që sakrifikon me vetëdije, jo atë që bën kompromise nga egoja. Së katërti, vëzhgo vizionin e përbashkët të së ardhmes. Një burr i lidhjes autentike flet për ndërtimin së bashku nga tërësia. Ai e përfshin jetën tënde në planet e tij dhe nuk e lë të ardhmen e tij të paqartë. Dashuria e vërtet ecën përpara me qëllim dhe qartësi psikologjike. Shkruaje me vendosmëri. Unë do të ec me dikë që është i përputhur me mua në procesin e individuimit. Së pesti, kërko përputhjen me individuimin tënd. Nëse dashuria e tij të largon nga puna jote e brendshme, të shpërqendron nga procesi yt ose të shtyn të bësh kompromise me integritetin tënd psikik, nuk është një lidhje autentike. Bëhu ai që je, na thot Jung. Ajo që vjen nga tërësia gjithmonë forcon marrëdhënien tënde me vetveten e brendshme. Së gjashti, vëzhgo guximin që vjen nga vetvetja. Një burr i lidhjes autentike nuk e fshet dashurinë e tij, nuk i vonon vendimet nga frika dhe as nuk të vendos si zgjedhje të dytë. Qartësia dhe qëndrueshmëria psikologjike janë dëshmi e përkushtimit nga tërësia. Shpallë, unë nuk do të jem zgjedhje e dytë apo projekcion i egos. Së shtati, kërko qëndrueshmëri emocionale. Euforitë e egos janë të përkohshme, por dashuria nga vetvetja është e qëndrueshme. Paqëndrueshmëria tregon fragmentim psikik. Jung na paralajmëron për njeriun me dy mendje, i cili është i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e tij. Psikika jote e thellë nuk të kërkon të ndërtosh mbi konfuzion. Stabiliteti emocional është thelbësor për një lidhje autentike. Nëse ky burr është me të vërtetë për ty nga procesi yt i individuimit, psikika jote do të heqë çdo konkurrencë dhe dashuria e tij do të shfaqet përmes paqes së brendshme, sakrificës së vetëdijshme, guximit të integruar dhe konsistencës emocionale. Nuk do të duhet të lutesh për qartësi apo të luftosh për besnikëri nga egoja e fragmentuar. Por nëse zemra e tij mbetet e ndarë, vetja jote e brendshme të thotë qartë, lësho. Të kapurit pas dikujt të gabuar vonon takimin tënd me atë që me të vërtet është i yti nga tërësia jote psikike. Shkruaje me besim në procesin tënd, unë do të pres më të mirën e vetes si me të brendshme, jo vaktësinë e egos së fragmentuar. Ti nuk je krijuar kurrë për të luftuar me një grua tjetër apo për të konkurruar për dashuri të projektuar. Je krijuar që të zgjohesh lirshëm nga vetëdia, të duheshe me qartësi psikologjike dhe të nderoheshe pa konfuzionin e egos. Jung na kujton, vizioni juaj do të bëhet i qartë vetëm kur të mund të shikoni në zemrën tuaj. Ti besosh vetes së brendshme forcon shpirtin tënd dhe do të çojë në momentin e përkryer sinkronistik drejt dashurisë që është plotësisht e lindur nga procesi yt i individuimit. Përfundim, rruga drejt tërësisë. Psikika jote të tregon se një nga shfaqjet më të mëdha të mençurisë së të pandërgjegjshmes është mënyra se si ajo largon të gabuarën para se ajo të mund të shkatërrojë fatin tënd të individuimit. Ajo që ndonjëherë duket si refuzim, në të vërtetë është mbrojtje më e thellë psikike. Ajo që duket si humbje, është mëshira e vetvetes që shmang vite konfuzioni dhe dhimbje emocionale. Jung na kujton, hajduti i egos vjen për të vjedhur, fragmentuar dhe shkatëruar tërësinë tënde. Por vetja vjen që të kesh jetë psikike në bollë. Dashuria e rreme nga egoja të vjedh ngadalë paqen dhe besimin, ndërsa dashuria nga lidhja autentike sjell bollëk, siguri dhe gëzim të brendshëm. Shpalle me guxim nga tërësia jote, unë zgjedh dashurinë që më jep jetë psikike dhe më integron. Kjo është marrëveshja jote me vetveten e brendshme.
asgjë më pak se sa ajo që psikika jote e thellë ka njohur si autentike nuk do të pranohet në jetën tënde. E pandërgjegjshmja jote e zbulon të gabuarën në mënyra të ndryshme sinkronistike. Ndonjëherë e bën të qartë përmes të vërtetave të vetëdijshme, sekrete, besnikëri të ndarë ose modele që nuk përputhen me tërësinë. Kur kjo bëhet e dukshme për vetëdijen, mos e injoro. Është mbrojtje e vetvetes, jo ndëshkim. Jung vëren, gjithçka që bëhet e dukshme për vetëdijen shndërrohet në dritë të integrimit. Herë të tjera, psikika jote mbyll dyrë në mënyrë sinkronistike. Komunikimi mund të paksohet, ai mund të tërhiqet ose rrethanat të ndryshojnë. Në fillim dhemb dhe konfuzon, por kujto, e pandërgjegjshmja jote vepron gjithmonë për të mirën tënde. Një derë e mbyllur nuk është refuzim, është mbrojtje psikologjike. Shkruaje mburojën tënde të integrimit. Unë besoj se dyert e mbyllura janë mbrojtja e vetes sime të brendshme. Kur psikika jote ndjen shqetësim, kjo parehati nuk është rastësore. Është vetja që të udhëheq. Kjo nuk është në përputhje me individuimin tënd. Paqja e vetvetes sundon zemrën tënde. Aty ku nuk ka paqe të brendshme, nuk ka lidhje autentike. Paqja është sinjali i tërësisë psikike në jetën tënde. Ndonjëherë psikika jote e thellë e mbron fatin tënd përmes kohës sinkronistike. Një burr mund të ketë kujdes për ty, por mund të mos jetë ende gati për një përkushtim të vërtet nga vetja e tij. Nëse zemra e tij shpërqendrohet nga një grua tjetër ose mbushet me frikë të egos, e pandërgjegjshmja mund ta vonojë lidhjen derisa të dy të jenë psikologjikisht gati. Jung na inkurajon, i fortë dhe i guximshëm në procesin tënd. Besoj vetes tënde të brendshme. Të presësh nuk është refuzim, por përgatitje e thellë psikologjike. Shpalle me besim në individuimin tënd. Unë do të pres atë që vërtet më përket nga tërësia ime. E pandërgjegjshmja jote dëshiron që ti të kuptosh se kur ajo largon dikë nga jeta jote, ajo gjithmonë hap hapësirë për diçka më të mirë që përputhet me procesin tënd. Ajo që fillimisht tërheq egon, por nuk është lidhje autentike, nuk do të përputhet kurrë me dizajnin e vetvetes. Psikika jote e thellë e njeh atë që do të ecë me ty, do të nderojë dhe do të ndajë me ty një qëllim individuimi. Jung na thotë, unë i njoh modelet arketipale që kam për ty, modele të mirëqenies psikologjike dhe jo të fragmentimit, për t'i dhënë shpresë dhe një të ardhme të integruar. E ardhmja jote nuk është e lidhur me marrëdhënie të gabuara nga egoja, ajo është e siguruar në një lidhje autentike nga tërësia jote. Burri që me të vërtet të përket nga individuimi yt nuk do të bëjë të konkurrosh me një grua tjetër. Ai nuk do të marrë paqen e brendshme, as nuk do të bëjë të dyshosh në vlerën tënde arketipale. Ai do të zgjedh tërësisht nga vetja e tij, do të dojë me qartësi psikologjike dhe do të ecë me besnikëri të vetëdijshme pranë teje. Nëse një grua tjetër është e përfshirë, mos vepro nga urgjenca e egos apo frika e fragmentuar. Hyr në reflektim të brendshëm, kërko nga vetja jote e brendshme dallim, qartësi dhe mbrojtje psikologjike. Ajo që vjen nga tërësia nuk të kërkon kur të humbasësh paqen për ta ruajtur. Shpalle, nuk do të luftoj për një falsifikim të egos. Do të pres lidhjen time autentike nga vetja. Lëri këto fjalë të depërtojnë në psikikën tënde të thellë. Dashuria nga tërësia nuk duhet kur të kushtoj paqen apo dinjitetin. Nëse ajo të rrëmben gëzimin, besimin në procesin tënd apo vetë respektin, ajo nuk vjen nga individuimi yt autentik. Mos u frikëso kur vetja jote e brendshme tërheq atë që ti mendoje se ishte dashuri e egos. Mos u dekurajo nëse një grua tjetër shfaqet në rrugën e vetëdijshme të tij. Ajo që me të vërtet të përket nga tërësia jote nuk mund të merret kurrë përgjithmonë. Kur momenti sinkronistik të vijë, ajo dashuri do të hyjë në jetën tënde me qartësi, qetësi të brendshme dhe gëzim të thellë nga vetja. Pohimi përfundimtar i integrimit. Tani mbylli sytë dhe merr frymë thellë. Lidhe veten me vetveten tënde të brendshme dhe përsërite këto pohime të integrimit psikologjik. Unë i besoj procesit tim të individuimit. Unë e nderoj mençurinë e të pandërgjegjshmes sime.
Unë zgjedh paqen e vetvetes mbi urgjencën e egos sime. Unë meritoj një dashuri që lind nga tërësia, jo nga fragmentimi. Unë lëshoj atë që nuk përputhet me individuimin tim. Unë do të pres lidhjen autentike që psikika ime e thellë ka njohur për mua. Unë jam një qenie e plot, e integruar dhe me vlerë në esencën time arketipale. Unë besoj se vetja ime e brendshme më çon drejt realizimit tim psikologjik maksimal. Siç na kujton Jung me mençuri, privilegji i jetës është të bëhesh ai që je me të vërtetë. Uroj që kjo kuptimsi psikologjike të shoqëroj në rrugën tënde drejt tërësisë dhe integrimit të vetvetes. Ti je gati, ti je përgatitur. Procesi yt i individuimit vazhdon dhe dashuria autentike që të përket është tashmë në rrugë drejt teje nga thellësitë e të pandërgjegjshmes kolektive.